Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, forlumturia e tij Joani, ka meshuar në Shqip në meshën historike që u mbajt në Patriarkanën Ekumenike në Stamboll. Forlumturia e tij ka kujtuar ngritjen e Kishës Ortodokse Shqiptare pas periudhës së errët të ateizmit. Kryepiskopi tha se pas dekadash ateizmi, kisha njohur lindje të mrekullueshme me të rinj që kërkuan Krishtin, pa pasur të trashëguar besimin. Nisur nga kjo forlumturia e tij Joani, u shpreh se besimi nuk imponon por fitohet, duke shtuar se duhet të flitet jo vetëm gjuha e çdo populli, por dhe çdo epoke. Referuar periudhës së ateizmit, forlumturia e tij tregoi se ndonse trunjët ishin prerë, rrënjët ishin ende të gjalla dhe priftërinë që përjetuan ateizmin kishin një zell të madh për të shpërndarur Ungjillin. Kisha jon pas dekadash ateizmi të dhunshëm dhe persekutimesh, njohë një rilindje të mrekullueshme, të ri, të cilët nuk e kishin trashëguar besimin nga prindrit e tyre, erdhën për të kërkuar Krishtin. Nuk kishim kisha madhështore, as programe të organizuara, po kishim dashurinë dhe autenticitetin. Mësuam se besimi nuk imponohet, por fitohet, se shërbesa dhe dashuria në vepër flasin më fort se diskutimet teologjike. Kuptuam gjithashtu se duhet të flasim jo vetëm gjuhën e çdo populli, po dhe gjuhën e çdo epoke. Unë ndërgjegjësuam se disa terma teologjike a përjetoni zbrasia një shqetësim të brendshëm, atëherë ka më shumë gjasa të na dëgjoj. Kjo qasje që niset nga përjetimi dhe ankthi ekzistencial i vetë njeriu, i hap udhën që ai vetë ta zbuloj të vërtetën e sëmundjes së tij shpirtërore e të kërkoj shërimin e Krishtit. Mësuam pra se mënyra e thjeshtë dhe e përulur e jetesës tërheq më shumë se sa shfaqja e forcës. Priftit tanë të ri, shumë për të cilëve vinë nga familje që përjetuan ateizmin, ka një zell të madh të veçantë për transmetimin e Ungjillit, sepse e din nga përvoja se çdo të thotë të jetosh pa Krishtin. Kuptuam dhe ndjem se ndonse trunjët ishin prerë, rrënjët ishin ende të gjalla, sepse ato ishin mbjellë nga si edhe reomartirët Elefter, episkopi i Lirikut me qendër në Vlorë, kanë qenë predikues të palodhur të Ungjillit dhe dhanë dëshmi me martirizimin. Gjatë vizitës së tij në Stamboll në Patriarkanën Ekumenike, kryepiskopi Joan vuri shpesh theksin te vepra që është realizuar në këto 3 dekada për ngritjen e Kishës Autoqefale të Shqipërisë.